Mirë, ja ku jemi përsëri së bashku drejt për drejt në rubrikën sportive, atëherë vazhdojmë të flasim për Laçin. Flasim pak dhe për Merkaton. Merkato e goditur deri në detaje, madje edhe në Merkaton e janarit, që shpeshherë rezultojnë dështime. Po, normalisht. Besoj se kjo është aftësi e drejtuesave të klubit. Në veçanti e presidentit, i cili jo vetëm këtë vit, por me sa më mendon Laçi, Laçi rrallë, por kur ka godit në shenjë, si i thojmë. Besoj se është aftësi intuiti këtij personit. Normalisht edhe mendimin e drejtorit të klubit, zotit Ndreu, i cilët një formënyrë punojnë bashkë në grup, me që më dhe mundësinë të shtim, ndoshta po përfitoj për rasit një herë në vjet ka më dhënë drejt, ti falenderoj këto persona, në veçanti presidentin e klubit. Thëmë drejtën i person i cili jeton me futbollin 24 orë, duket edhe kur flen, mendon vetëm për shefandra me ekipin e Laçit, kështu që është një shtyrë shumë e madhe, por edhe një ndihmë shumë e madhe për një trajner. Kolegët e mi, të cilët kemi punu për gjatë gjithë vitit, si që është Laska dhe trajneri portierëve Rama, po kështu dhe theksova par drejtorin e klubit, e njëkohësisht qarshin mitor, nëse mund të thamë kështu për ata djemë, futbollistat e cilët kërkejnë jashtëzakonisht serios për gjatë gjithë sezonit, jo vetëm ndeshje, por me gjitha në fushën e stërvitjes, dhe tepër korrekt në çdo detaj, kështu që jo rastësisht vijnë të rezultate. Së fundit edhe tifozerinë e mrekullueshme të Laçit, të cilët mushi shkallët e stadiumit dhe jam shumë i kënaqur, thamë drejtën se nuk ish gënjime, por i bëmë me të lumtur. Megjithëse do të kisha dashur, ti kishim pas pranishëm në shkallët e stadiumit të Laçit, pasi pothuajse pjesa më e madhe e sezonit ka qenë me shkallat Bëshatisën, nuk e di arsyeën pse. Shpresoj që vitin tjetër të jenë shumë. Të jetë ndryshe. Kanë arsye në fakt. Sajmir, të flasim pak edhe për Ramadan Ndreun, duke qenë se ka dhënë një kontribut të çmuar, por rrallë herë përmendet. Po, dhe është që e njeh shkëlqyer fare Superligën. Se kaq vjet, domethënë, trajner dikur, pastaj drejtor, pastaj prap trajner te Kruja. Edhe plus ose që mbasi tërheqet e zonat, e njeh mirë domethënë mentalitetin e zonës. Unë them që duke pas parasysh që çfarë grinte ka domethënë që duke e njoft nga afër, them që do të ketë bërë punë domethënë goxhatin në Laç. Këtë konfirmon edhe Cungu. Edhe pastaj bëhet edhe një dyshe e mirë me Pashkun, se duket sikur kanë njëjtin karakter, janë të ngrinçur që kërkojnë të fitojnë me çdo kusht. Mirë, që ndërpt, jera më përpara, para ca vitesh Laçi përmendej për gjëra të tjera, ndërkohë që tani po përmendet për futboll të bukur. Për fair play, për Unë e thash edhe më përpara, domethënë është puna e përmendje edhe Cungu, i cili është i përditësuar me situatën e presidencës të Laçit. Chelsea i këtij, si thush, revolucionit apo kësaj ndryshimit rrënjësor të faqes të sportive në qytetin e Kërbinjit, mendoj se është presidenti, i cili është një person, unë nuk ka se kam kontakte me te, por jam i informuar prej njerëzve që rrinë pranë tij, është një person që me të vërtet është tepër i përkushtuar për këtë punë, i jep çdo gjë për të mirën e këtij klub dhe unë gjithmonë mendoj gjithmonë tek ana financiare dhe shpresoj që ky klub të kualifikohet në turin e parë, shpresojmë që të kualifikohen edhe një tur tjetër në mënyrë që të kapin rreth 500.000 euro, sepse futbolli tani luhet me ekonomi, nuk luhet. 500.000 euro, se në fillim ishte shifra gabim, do të thënë 200 turi i parë, ndërsa turi është 210. Nga 200, po ideja është që paktën me marrë një 400.000 euro janë pare e mjaftueshme për një klub që t'i krijojë një lloj stabilitetit, një lloj sigurie, sepse është një president që vazhdimisht investon në këtë klub, pavarësisht se bashkia nuk e di mënyra se si funksionon, por mendoj që janë jashtëzakonisht të konsoliduar paktën në këtë aspekt. Prandaj vjen edhe këto rezultate. Nëse flitet me superlativa për Laçin, tani është nga që është qetësuar ambienti që mund të luhet futboll normalisht. Prandaj edhe bëhet ekipi më i këndshëm, që ti mund ta shohësh edhe kur lu brenda dhe kur lu jashtë. Sepse për hir vërtetës më parë ka ndodhur, që mund thuaj që u butë ikët luaj Laç. Tirana nëse ka një skuadër që ishte dështim fare i gjithë sezonit, një nga mëkatarët, thonë se ata që i kanë bërë më shumë dëm është Laçi. Macja e zezë Tiranës Laçi është? Një nga ato ishte Laçi, se ishte edhe Partizani. Çdo ekip e ka një macja. Por ama një ndeshje që ka bërë Tirana që aty thash që këta mbase nuk do shkojnë më lart, ishte në Laç pa tifoz.
një ndeshje që u mund 3-0. 3-0 dhe më pa tifozë që e mundin gjitha aspektet e lojës, edhe ku nuk mund të flitet fare për presion, sepse aty nuk ishte asë njëri, përveç ata që po luajnë fushë. Mirë, duke u kthyer pak profesor edhe kronikës, mund të quhet një hop cilësor për futbollin ton, pra janë fusha të qeta, ku shkohet të luhet futboll? Mund të ta kap një problem, ndoshta pak ndoshta do dal pak jashtë nga kjo. Futbolli jonë është futboll modest. Është një futboll që është me një këmbë. Domethënë e kanë marrë në dorë vetëm trajnerët, edhe vetëm ata, trajnerët tekniko-taktik, vetëm ata. Ata bëjnë përgatitjen, ata bëjnë gjithçka. Pse e them këtë? Sepse ne nuk kemi një strategji në një klub. Do t'i vijë një çik edhe ndihmë trajnerëve. Strategjia do të thotë të punojmë 5 vjet për dalë në grup në Champions League ose në ligën e dytë të Europës. Se po dolëm një herë në grup, u rregullon financat për 10 vjet. Sepse vetëm një fitore bën $1 milion. Edhe barazimi e çdo gjë. Pastaj është euro. Euro. Hyrja në grup është 8 milion euro. Si euro. Hyrja në grup është 12 milion euro, ndërsa pika është 500.000 euro, fitoria është 1 milion euro. Plus kësaj janë drejta televizive. Pra, do një strategji. Atëherë, si duhet? Si do? Po pra këto janë lekët. Jo, edhe me një fitore merr lekë. Po fitore. S'ken drejta televizive. Po pra këto janë nuk ka rëndësi, po rregullon financat, se këto janë llogaritë vogla. Një strategji do të thotë, ta marrësh cungun e ti thush 3 vjet do rish këtu. Do bësh stafin ti, dhe tash gjithë këto tjerat do t'i marri presidenca pa u përzirë. Pse e them këtë? Se presidenca përgjithsisht tek ne, se edhe trajnerët fillojnë i lavdrojnë trajnerë, s'kuptojnë fare nga futbolli, duhet ta dinë. Asnjë trajner republik nuk e merr vesh fare futboll. Futbolli është aq i vështirë, sa po e mori vesh një president që nuk lidhet fare me futbollin, po tash ç'a bëjnë trajnerët e shkret? Për hir të marrëdhënieve të mira, i bëjnë komplimenta presidentit. Duhet heqin dorë, duhet heqin dorë presidentët, se unë jam i vetmi që mund të flas kaq hapur. Duhet heqin dorë nga kuptimësia e futbollit. Unë t'i them vetëm orientimi pamor e dëgjimor është kaq i vështirë në futboll, sa bëhet një përgatitje e jashtëzakonshme. Prandaj, ti lejnë trajnerët të bëjnë atë punë për një kohë relativisht që e mendojnë ata, por jo një vit, se një vit nuk ka që bën as kurkush. Po t'i lejnë në një kohë, minimumi 3 vjet, të kenë një strategji që të humbin 3 vjet nga paret e tyre, edhe mas 3 vjetëve, unë i garantoj që do të fitojnë më shumë se që kanë humbur. Pra do një strategji e cila nuk ka lidhje as me federat, as me kërkëm. Ka lidhje me stafin. Ideja është juve flisni në qoftë se një ekip shqiptar kualifikohet në grupe, atëherë ja krijon këtë lloj komoditetit një trajnerit apo një stafit. Ndërsa shqiptar duhet jemi realistë tani, se na jena të përditësuar me këto problemet ekonomike. Shqiptarët janë një president, ai lën shpirtin. Unë e di domethënë se çfarë sakrificësh bën ai njeri për me majt te klub. Edhe ju thoni që të bëjnë një strategji afatgjat kur ti nuk ke asnjë në strajf mbrapa. Tani do duhet të afatgjat në kuptimin e vendosjes së trajnerit dhe mos ndrimit të besimit të një trajneri. Shikoj, nëse nuk ke financa, nëse nuk ke financa, automatikisht lojtarët që vitin e parë të hyjnë grupet çemëristikës. Unë nuk them që t'jin kjo pra është ide. Po, pra në duhet, unë jam me... Shiko, në qoftë se majnë futbolin kështu... Vite firmosët tek Tirana? Ja, tani unë sot... Nuk kanë marrë ende. Sot kanë marrë si opinionist për të mbaruar. Mirë, atëre. Jo, tani ne po flasim parim. Ishte pjesë e diskutimit tuaj, që t'ishte një kontratë afatgjatë. Kjo s'ka të bëjë me trajnerin, kjo ka të bëjë me vizionin që ka klubi. Trajneri pranon, sikur t'i thotë ata dhe i vite dhe pranon, sepse është profesionist. Kjo ka të bëjë me vizionin që ka klubi. Qofse klubi, kur klubi zgjedh një trajner, presidenti duhet të jetë i bindur që ky bën punën. Nuk do ta marrë ma bon s'ma bon. Kur ti thua një vit, ka i dyshim, ka i pikpyetje që ai sikur të vën provë. Kur thot 2-3 vjet dhe të vë objektiva, është normal. Sepse ka një shprehje. Nuk ka trajner pa objektiva. Edhe nuk ka punë pa objektiva. Por kjo ka të bëjë me vizionin që ka klubi presidenti. Trajneri profesionisti, pranon të gjitha.
gjitha në kuptimin edhe i vit, edhe 2 vjet, se ka besim të puna vetë. Problemi është të preje Freudi që thot, në 90% të rasteve, problemet zgjidhen me adrenalin, që do të thot me nervozizëm. Do thot, tek ne presidentët i zgjidhin gjithë me adrenalin. Jo vetëm të ne, është gjithë Europën, është lindje edhe është në Europë, keni Italiti, Ti Berlusconi më bërë të shimë, e qartë. E hoqi Schalke Di Matteon, po i dha gjithë rrogën deri në fund. Ashtë të rume? Po, se kështu nuk të heq njeri. Tjetër soj nuk të heq. E di pse e hoqi. Ka më shumë arogancë sa hoqën në qëndokin ata? O, profesor. Jo, së është aroganca. Po dhe këtu i merë legën. A i mori që mestikën. O, profesor, edhe në Shqipëri i merë legën. Nuk është arogancë. Ideja është që një diçka. Mos e meni kaq shumë. Me radhë, Oberti, se mos nuk e po kalëm kuptojnë. sepse jam dakord, kjo është një pjesë në futboll që është stafi, më se thash. Problemi më i madh në futboll dhe për të shku atje, ku thu ti dhe ku dum ne, është ka një a e madhe shtypit që quhet çfarë gjendje ekonomike ke ti. Sepse stafi ka aq përqind sa duhet për të bërë një skuadër. Kurse skuadra brenda duhet të kesh kualitete për të bërë diferencën me tjerat. Dhe kualitetet kushtojnë. Pikërisht pra, ti s'mund thush tash që mund gëzdari trajner. Bjerë bjeri ato, kanë ardhur gjithë trajnerët e ujë edhe kanë dalë më keq se shqiptarët. S'ke pse i merë. S'ke pse i merë. Problemi numër 1 sot Shqipëria duhet të zgjidhet. Si të jetë organizuar klubi ekonomikisht, pastaj kur ke ekonominë rregullon sigurisht. Rregullojnë pastaj edhe e burgit. Gjitha gjërat vinë në vendin e vet. Sepse nëse se di e kopjon. Kështu që me gjithë të vështirësi, me gjithë të lloj futbolli që unë them që nuk është aty ku thotë, unë them është pak më. Ekipi i Ukrainës mondi e kishte sa 2 futbollistë Valencias kishte gjithë pagat, ë? Mirë, po kishte një 10-20 milionë euro. Vetëm se po Mirë, s'ka gjë. Shumë brapa. Me 22 ekipe pjesëmarrëse milionë euro buxhetin. Tani ndrysh është me ta shpjegu Hanin, e ndrysh është me shkuën Hana vëlla. Ta bëjmë mohabet na. Unë them pikërisht këtë sapo desha të them. Megjithatë, me këto probleme, unë them kam përshtypjen. Ta fillojmë mondi me hapin e parë. Ta fillojmë me hapin e parë. Ti japi mandat trajnerëve, pastaj fillojmë me hapin e dytë. Trajnerëve se ai po duhet ta mbështesim televizion se ndryshe botës po s'mor rezultate ikën shpejt. Edhe as me i vend. Ja, ta hoqë Ancelotin. Mimi, mos kapni, se janë 1000 trajnerë, ju kapni 2-3. Shiko, në përgjithësi, minimumin e vazhdojnë gjatë. 1000 ikin. Jo, Pandaj UEFA dhe pandaj UEFA... Nuk është e vërtet, jo. Mos i jipni për botësi kësaj që ndodhë. Ka vënë koeficient. Anglezëve që kanë 2-3 nga. Pandaj ka vënë koeficient dhe para ture para eliminatore, i ka vënë shkallë, sepse, shikon, këto turet e para, lunë ekipet me buxhete si puna jonë. I karton të rrugës dhe aktivitetin e ka ati në klubet. Edhe prapë kemi pas mundësinë që edhe ta kapshëm një gjë. Korça, për shembull, me një penalti mund të ishte në grup. Këta Kuksit për ka qenë... Jo, kam shtuar duhet kalonte edhe një tur, Korça. Jo, do kalonte, po të kalonte. Po të kalonte edhe... Të hyte në grup. Nëse të ai nivelin, Kuksi ka grup. Kuksi, po të kalonte me transport. Po Haman mondi kalonte gjithë problemet financiare i kalonte. Ka një diçka, po pas strategji ti kalosh është rastësi. Përsori me drejt tha parë për sa i përket lëvdërimit e një farë mënyrë indirekt u atakova vetë. Përsa i përket, unë nuk bëj pjesë në ta preferoj t'jem, jo preferoj, po besoj se jam jashtë kësaj liste, trajnerëve të cilët bëjnë servilin. Unë nuk e thash me këtë aspekt. Unë e thash me sinceritetin më të madh, sepse ka qa mundësia buxheti këtyre personave, dhe duhen falemnderu se në fundit është 25 vjet, po mojnë me të mirat, me të këqijet e tyre, po mojnë kam këtë futboll. Imagjino mos t'jenë ata persona, do të kishim lujt si kena lujt fëmijë 2-2 me 2 gur në rrugica. Do të kishte pas futboll. Kështu që duhen falemnderu për këtë që kanë bërë. Për këtë thash normalisht më sepse edhe futbolli shqiptar nuk është në nivelet edhe po ta krahasoj me nuk ka persona industrialistë të mëdhenj me pretendu me pas futbolli zakonisht cilësor, sepse ka ça forca ekonomike jonë. Po ta shikosh këta anat Austri janë me miliarda investime kur vjen puna 3 ekipe këtë mira.
Në tjerat janë ekipe për të kalu rallit. Se u duk si kur kjo fitoria e Laçit kupës ishte lajmi keq. As Maqedonia, as Serbi, po them unë as Sloveni. Kjo është ideja. Mirë. Ishte lajmi keq për Tiranën që nuk futej dot në Kupat e Europës. Por mund tjetë nga ana tjetër, po të shosh anën tjetër të medaljes, që ka kohën në dispozicion për të ndërtuar një ekip të mirë. Çdo e keqe ka 10 mirë mbrapa, çdo e mirë ka 10 keqe, domethënë. Më mirë ishte të ishte në kupat, sepse edhe nga ana financiare mund të bite edhe i shorti mirë, çdo që thotë bardhët. Të marrësh 300-400.000 euro, të bjen ekipi dobët, kaloj tur, merr 400.000 euro edhe për presidentin është lehtësi. Edhe punë e madhe se po lodhen çik më shumë sportistat, e kupton? Por kur ishe në, domethënë Tirana nuk e mbylli me kampionatin atë pozicion, domethënë. Ishte në varësi të i ndeshjet, domethënë. Jemi futur çik tek trajnerët edhe do të diskutojmë në këto momente, por fillimisht le të ndjekim një kronik të përgatitur nga Dëfrimet Hasani, kolegu ynë, dhe kthehemi përsëri në studio. Edicioni 2014-2015 i futbollit shqiptar mund të konsiderohet si një nga më të mirët e historisë shumëvjeçare të futbollit tonë. Mendimet dhe argumentet për cilësinë e këtij edicioni janë të ndryshme, por sëmundja që na shoqëron gjithmonë në futbollin tonë, shkarkimet e trajnerëve, nuk i ka shpëtuar edhe këtij edicioni. 18 trajnerë për 10 skuadra të Superligës në vetëm 10 muaj aktivitet, një mesetare diçka më pak se 2 trajnerë për skuadër, është shoqëruar ky sezon i sapo mbyllur. Ekipet të cilat nuk e kanë ndruar trajnerin gjatë garës ishin 3: Skënderbeu kampion, Laçi fituesi i kupës dhe Partizani i renditur i treti. Nëse dy skuadrat e para mund ta vazhdojnë bashkëpunimin me teknikët Josa e Cungu, nuk ka ndodhur kështu në radhat e Partizanit. Skuadra e kuqe ka shpallur divorcin me teknikun Duro, edhe pse palët kishin një kontratë 3 vjeçare mes tyre, por që është zgjidhur me konsensus. Skuadra si flamurtari Vllaznia Teuta Tirana Elbasani dhe Kuksi kanë patur në pankinat e tyre nga 2 trajnerë. Ekipi i Apolonis ka patur numrin më të madh të trajnerëve gjatë këtij edicioni, plot 3. Në fillimin e aktivitetit në krye të stolit Fjeraki ishte Elidon Demira, i cili nuk arriti të mbyllte as gjysmën e parë të garës. Vendin e tij e mori Mio, por edhe ky nuk arriti të merrte rezultatet e kërkuara. Për të shpëtuar sezonin, drejtuesit e Apolonis afruan teknikun Mergjyshi. Trajneri kryeqytetas arriti të tregonte një performancë të mirë, por pa arritur të shpëtonte rënjes një kategori më poshtë. Lëvizjet e trajnerëve që u komentuan gjatë në media ishin ato tek Tirana dhe Kuksi. Trajneri Magani u largua vetëm një javë para se të mbyllej gara, duke dhënë dorëheqjen nga 24 herë kampionët e vendit, ndërsa tekniku i Kuksit Shaqiri u shkarkua pas humbjes me skuadrën e Skënderbeut në kampionat. Një lëvizje e nxituar kjo nga presidenti Gjisi, pasi Kuksi ishte në vendin e dytë në kampionat, ndërkohë kishte siguruar edhe finalin e Kupës së Shqipërisë. Ndoshta dëshira për të patur trofen në një pjesë të skuadrave dhe qëndrimin në Super League për pjesën tjetër bën që presidentët e futbollit shqiptar të bëjnë emërime dhe shkarkime trajnerësh, por a mundet një trajner në vetëm pak kohë në drejtimin e një skuadre të ndërtojë atë që kërkohet nga presidenti? Mirë, vazhdon diskutimi në studio. Ne në fakt kemi diskutuar goxha për këtë çështjen e trajnerëve, po do të vazhdojmë të diskutojmë edhe pak. Le ta nisim me Gëzdarin dhe me largimin e Duros, duke qenë se bëri më shumë buj. Si e komenton këtë largimin e Duros, duke qenë se sezoni Partizane të quajt një sezon pozitiv? Edhe ju kështu e keni quajt? Shiko, unë sigurisht Partizani bëri një kampionat mirë, pavarësisht nga pritjet që ka pas mas e klubi, nuk e di, mund t'i ketë pas klubi për qenë kampion. Por, unë me sa di, do më thëmë, nga informacioni që kam, është një marrëveshje të dy palqe. Sigurisht, Partizani ka kërkon, mbase kanë kërku që të gjenë, nuk e di, zgjidhjen e më të mirë, apo shpenzimet me i reduktu, edhe mbase ajo është pastaj një kontratë mes njerëzve, mes palve, kur është e pasër dhe pa probleme, unë them që mbase s'ka pranu, sepse nuk i thash me atë që kam dëgju nga Shpëtim Duro në gazet dhe nga Partizani në informacion që nuk kanë rënë dakord për të bërë një kontratë tjetër, nuk është se është hequr Shpëtimi, por është nuk kanë rënë pa lë dakord, më dhënë kushtet e... Nuk është mendu që ka qenë shumë i shtrenjtë, duam një më të lirë,
Nuk e fakt ja ka propozuar edhe shpëtimit që ja ka propozuar aty që ti ulet Rroga. Po pra, për arsye aty. Pa mund të Po pra, politik ja propozuar ndryshime në kontratë. Jo. Po pra, pikërisht. Faktikisht është me të ardhur keq. Kjo është njëra pjesë. Po pastaj ato tjera që ti e heq kur këto janë. Unë them që Partizani ka qenë kjo. Unë mendoj se smundje e futbollit shqiptar brenda vitit ndron dhe tre në qofse Duro ka dhënë dorë që në vetë mund vjen keq për vetë faktin se është një trajner i cili erdhi e mori Partizanin. Ne e dimi gjithë se pavarësisht se Partizani ka emër i madh, por ishte rishtas i ndërtuar dhe me idenë e tij, me vlerat e tij, me përzgjedhjet e tij, erdhi, unë mendoj që ka pas një ekip jashtëzakonisht mirë Partizani, pavarësisht sepse si vjet kemi pas 5 ekipe që gjithë kemi thënë që paktën ka përqen kampionati deri në javën e fundit konkurrente. Kështu që Partizani ka bërë pjesë në këto, ka dalë në vendin e tretë. Ndofta nuk ka dalë kampion, se nuk e di se çfarë në projektit kanë pas me marrëveshje me presidentin, por të dalësh në Kupat e Europës mendoj se është komoditet. Plus asaj, është viti i parë i cili ky e ndërton ky ekip. Duhet presim sepse ata nuk janë tranguj që e erdhëm i futem 11 dhe do të bëjmë mrekulli. Ishte një sezon tjetër unë duan trajnerët. Sigurisht, unë ndrun trajnerët, po unë them që Dora hera parë në kampionatin shqiptar ishte një trajner menaxher, i cili i përzgolli vetë lojtarët dhe erdhi deri në këtë fazë. Dhe ndeshjet që e kam pa, unë për veti mendoj që me Tiranën, ndeshjen e fundit, luajti jashtëzakonisht mirë Partizani, ndofta fitoi Tirana me ndeshjen e fundit. Jo barazunën, por për mendimin tim luajti shumë më mirë se sa Tirana, një kohë që në fazën e parë luajti shumë më mirë Tirana, fitoi Partizani. Kështu që them që ka bërë një ekip jashtëzakonisht mirë për mendimin tim, por të largohet trajneri në këtë moment mu nuk duket. Kujdes sepse kur themi kështu se Partizani ka 2 vjet që është në Superligë. Dhe mos harroni se vjet ka qenë deri në javën e 4 javë parë se të marrë kampionati ka qenë për titull dhe ka qenë me gjysmat e shpenzimeve që ka sot. Shiko, mundi, në qoftë se ne e marrim krahasojmë Tiranë, unë e di, domethënë marrëdhëniet financiare ty. Mirë, mbas e ke harru. Dhe Partizani ka humbur ndeshjen e fundit me Korçën këtu në Shi, që po të fitonte atë ndeshje, ishte në Kupat e Europës. Edhe mbyllesh puna. Një javë para kampionatit. Pra, ka qenë dhe me një trajner, që ta dish ti, që ka qenë trajner atletike. Përgatitës atletike. Dhe ka arritur në vendin e 4. Të 5. Nuk krahasohet Partizani i vjetshëm me Partizani i vjetshëm. Edhe e dyta, nëse ne do të krahasojmë buxhetin e Tiranës me Partizanin, do në mëri me... S'ka si të krahasohet Partizani i vjetshëm me si vjetshëmin, sepse në qoftë se vjet ka udhë 5 lek, si vjet ka udhë 50 lek. 50 lek, po mirë më... Dhe aji tashti, për klubi, i do, unë thot vjet e qesh për një ndeshje, 2 ndeshje, mund t'isha dhe kampion. Tash e du kampionin në vëlla. Dhe kam pas pretendim. Ku e diti? Shumë mirë më se ka pas pretendim. O që dorë nga kupa për të fut. U largu Conte nga Juventusi. Nuk luante për titullin kampion, luante për të futur në Kupat e Europës. Për titull, për leqë, gjithë për titull. Ku ka trajner që i merë ka për titull? Kishte shanse Partizani u them klubi titull, nuk për them ato trajneri. Ato klubi deshet për lute për titull kampion. Maroj puna. Për titull kampion Partizani me shkëputjen e Skënderbeut në edicionin e vjetshëm? Ku kishte shanse për kampion Partizani? Vjet, unë për them 4 javë para, ishte kandidat për dalë kampion. Kampion, më. Të që unë kam qenë aty. Kuksi, ndoshta jo Partizani. Jo, kanë qenë para nesh, më tha. Kanë qenë 4 pikë para Kuksit. Mondo, shiko, unë e flasë për si kampionatin e si vjeqëm. Do të verifikuar nga një që të verifikuar për që nuk, kanë qenë 4 pikë para Kuksit. Investimet e Tiranës, investimet e Vlorës, janë pothuajse edhe një herë më tepër se sa të Partizanit. Jo, s'është vërtet. Këtë po të jap me garanci. Unë e njoh personalisht trajnerin e Partizanit, sepse kemi bashkëpunuar për disa gjëra që janë të reja për futbollin.
sidomos në laboratorin tonë të biomekanikës në universitet, ne kemi testu gjithë ekipin e Partizanit dhe fillum një punë të perspektivës, për ta parë në dimension. Për këtë arsye, unë them që këto gjëra duhet të minimizohen maksimalisht. Ai ishte një trajner që më kuptoi shumë shpejt, se janë shumë të vështira ato gjëra për t'i kuptuar, më kuptoi shumë shpejt, pra është njëri inteligjent, edhe shumë i pasionuar mas gjërave të reja, mas gjërave që japin zhvillim. Për këtë arsye unë them që duhet kemi shumë respekt për trajnerët. Janë gjithë përfshirës trajnerët tanë. Nuk janë si trajnerët e perëndimit që bëjnë vetëm një gjë. Vetëm atë gjë dhe nuk bëjnë asgjë tjetër. Janë shumë të stërmunduar trajnerët tanë. Për këtë arsye duhet ketë pak më shumë respekt. Për shpëtim duron, unë them që kur kuptoj, ne kur marrojmë një testim, ka 4 fletë, 4 faqe për çdo futbollist, që ka orientimin, ka proceset nervore, ka shumë gjëra aty brenda, me grafiqe, 4 fletë për çdo futbollist. Dhe këto 4 fletë është aq e vështirë t'i kuptosh, sa shpëtim duro brenda 3-4 seancave i mori vesh të gjitha. Dhe kuptoj ekipin në planin e brendshëm çfarë ka çdo futbollist. Dhe pastaj fillohet me tjetër. Tashti ai sa filloi të kuptoj disa gjëra që nuk janë në rutinën e futbollit, ti e heq. Domethënë, ka diçka në këtë mes që nuk është normale. Ka diçka që u them është problem nervoz. Ajo që thot Mondi është e vërtetë. Ka disa objektiva, disa gjëra, unë kam investuar, etj, gjitha këto qëndrojnë, duhet pas shumë respekt për këto president që investojnë. Shumë respekt. Po s'duhet ata te kalojnë masën. Partizani ishte vetëm skuadra që bëri testime fizike? Po s'ka lidhje. Jo, këto që bëjmë ne nuk ka të bëj me përgatitjen fizike të atyre, sepse përgatitja pasaj është gjithë vjetore dhe ne bëjmë, do të fillonim me duron, t'i bënim çdo 6 muaj. Çdo 6 muaj, ai e shiftet lojtarin e vet, edhe në planin fizik, edhe në planin nervor, edhe planin e orientimit, edhe planin e asaj që këta thonë. Gjithsesi vetëm ekipi Partizanit e ka bërë këtë testim. Janë shumë futbollistë të rinj dhe para të rinj që insistojnë mu më marrin nga gjithë Shqipëria, që duan të sjellin fëmijët e tyre, sepse aty dalin shumë gjëra. Po si ekip? Por si ekip futbolli të rriturve është vetëm ekipi Partizanit. Mirë. Të përfitojmë pak nga cumë me që e kemi në studio. Sa mundësi ka që të rinin të ekipi Laçit? Më kanë bërë shumë pyetje të javë të fundit. Mendua që do shpëtonin nga këto lloj pyetje. Ja, isha i bindur, i përgatitën. Edhe një gjë të vogël për presidentin e këtyre. Është shumë skrupuloz në drejtimin e përgatitjes fizike. E ndjek ekipin vet. Unë e kam parë këtë vit me Vaso Selenicën, që e ndiqte vet. Do të thënë të përgatitesh, të bëhesh gjithkohon në periudhën e verës. E ndiqte vet. Do të thënë ishte jashtëzakonisht skrupuloz. Mu më pëlqejnë këto njerëz që e ndjekin. Por jo kur futen, pastaj thua, bë këtë. Dhe ndërhyn. Fut këtë. Mirë. Ta marrim një lajm nga Cungu. Mos e pyet. Normal, ja, nuk ka asnjë problem. Tha me kënaqësi. Normal, pavarësisht tash e them edhe poshtë përpjet, shpeshherë edhe nëpër gazeta, bile profesori tha me shumë drejtë, me shumë respekt për trajnerët, duhet keni fije dhe marr respekt edhe mënyrën se si përflitet, shpeshherë më duket veti si me kanë ata shqiptarët e mirë në sheshin në monjë në thënë që rrinë aty kusht i marrin për punë. Që nuk ka as pak serioze. Emna, 5 vet, 4 vet, 3 vet, shtohen 2 tjerë, nuk më duket absolutisht serioze. Megjithatë, është krejtësisht normale. Është krejtësisht normale që personi i parë që duhet kontaktu, edhe për aspektin moral, por edhe për atë që ka kaluar një vit me presidentin e Laçit, absolutisht që personi i parë i cili do bisedoj, do kontaktoj. Është mbyllur, më thënë ka përfunduar kjo kontratë e këtij sezoni. Gjatë normalisht do kontaktoj. Pra jeni trajner i lirë. Do shohim nëse do të bim pikat e përbashkëta, normalisht një ndër kushtet e mi do të jetë rujtja e grupit edhe përforcimi i tij, absolutisht. Besoj edhe me bjellën që tashmë jeni një emër që po lakojnë në shumë ekipe, pra jeni i kërkuar si emër. Keni ndonjë ekip të ndaluar nëse nuk bini dakord me përsëri që të rinovoni me ekipin e Laçit? Keni ndonjë vend ndaluar, për shembull ndonjë ekip që thoni që këtë ekip
nuk do të mund ta... Unë respektoj gjithë ekipet e Shqipërisë, gjithë tifozërit, nuk e them për... Sepse ka dhe trajner të tjerë që thonë për shembull që këtë ekip nuk do ta trajnojë. Nuk kam absolutisht paragjykime, sa për paragjykime unë thash unë kam shku te Kuksi, tashmë te Laçi. Ndoshta kam lënë emrat futbollit shqiptar si Vllaznin apo Tiranin, i kam refuzuar para një vitit. Këtë nuk vuj për Spaletas, nuk vuj për emrat mëj, unë dëshira eme shkoj të një klub i cili e di se gjen ngrohtësinë e dur dhe di se gjen djemë të cilët kanë dëshirë për me punu dhe janë serios punën e tyre, kaq. Vjen një pyetje edhe nga faqja jonë zyrtare në rrjetin social Facebook, rubrika sportive në Radio Televizionin Shqiptar. Nëse do të kishit një ofertë nga Kuksi, do të shkonit përsëri si trajneri Kuksit? Unë rrallë parë herë Kuksin e kam deklaruar dhe po deklaroj prapë sonte publikisht, është një anër e bukur e emja. Është një anër e bukur e emja e cila nuk ka për të shukur nga kujtesa eme dhe mirënjohja për tifozëri ka për të kenë gjithmonë e përjetshme për atë qytet. Kështu që kam respektin më të madh për atë tifozëri, për atë qytet dhe për atë klub. Më ka ndodhur një ëndër që nuk i ka ndodhur askujt ndoshta në futbollin shqiptar. Isha unë personi ndoshta i zgjellën për ta pas këtë fat, por do ta pranosh një ditë pse jo, mos të thësh. Me kënaqësi, me që më dha rastin, tash duhet të falenderoj fillë ekipin e Kuksit, edhe për lojën që ka bën dhe për sezonin, nuk do të kret gri ambientin e Kuksit. Gjithsesi ata janë nën kampionë dhe absolutisht, në veçanti do të falenderosh edhe dy trajnerët aktual. Më kanë bërë zakonisht përshtypje në finalen e Kupës, jo vetëm parandaj se parandajës rrok nga puth nga tanë me njëri tjetrin. Po ka edhe për aty në trajnerave që i kam respektuar zakonisht shumë kolegët mi, edhe pse kam marrë rezultat ndoshta jo pozitiv, me dashamirësinë më të madhe i kam ofruar miqësinë dhe kafen dhe kam marrë feedback krejt kundërt kur ata kanë fitu ose kur janë kanë hup, megjithatë nuk ka rëndësi kurse zotnit të dy si zëvendës trajneri si trajneri. Edhe mas fitimit kupës nga ana jon, unë po gëzosha me ekipin në fushë për shku për të përshëndet tifozat, ai me shumë qytetari e profesionalizëm vitet mas mirë gjatë fushët dhe më kapi për krahët për të më përshëndet. Besoj se është një rast shumë. Dhe më ndoj edhe nga aspektin taktik për mu ka bëjë zgjidhjen e duhuna për momentin e Kuksi. Si Kuksi ka luajtur me një 4-3-3, po thuaj se pandimin e duhun Peiçit, nësa ky spostoi me bazë sipër la Zeqirin, i cili ishte në ndihmë Peiçit, se sa ka mundu për ja ka rritaj për tani muaj, atë nuk e di, megjithatë për 3-4 javë që ka pas në dispozicion nuk mund bënte më tepër. Jera, keni qenë futbollist shumë i rëndësishëm i Vllaznisë, si ekipit kombëtar nuk e keni menduar ndonjëherë 4-4-1, 4-4-2, është një jetë gjë. Unë jam një brez me Muçen, kemi luajtur bashkë gjatë gjithë kohës, pavarësisht se Muça ka qenë kundërshtari imi me Tiranën, unë me Vllaznin, po kemi luajtur kombëtare po ashtu. Në kombëtare keni qenë edhe bashkë. Po, sigurisht. Keni rënë ka 3 muaj bashkë, më rishim vitur ka 3-4 muaj. Dhe ideja kena ndajt më tepër bashkë se sa me gra, ashtu ka qenë sistemi në atë kohë. Por po bëja muhabet me Muçen edhe kur vjen një mosh, fillon njeriu edhe tërheqet. Edhe Muça më thotë që e kam menu tërheqjen. Edhe ju thashun ti je 55 vjeç më shif mua sa i ri jam. Kështu pse të mos ta marrish. Po ideja është që unë prej trajningut unë kam heq dorë të qysh në 95, domethënë. Unë kam jetuar në Austri 5 vjet, atje kam qenë edhe trajner lojtar, por u kthyn në Shqipëri, jam marrë me biznes dhe mendoj se kam pas fat që jam marrë me biznes, jam marrë me Trainer League, sepse kjo është një vujtje me të thënë drejtën, mu vjen keq për shokët e mi, për kur ndigjoj për vlera si Muça, tani kena thashë edhe kam edhe Cungun përballë, por janë vlera me të vërtet të një sportit që kanë dhënë edhe japin për ditë, por edhe kur nuk vlerësohen është për tar keq. Edhe fatkeqësisht, unë thëmë fatmirësisht që nuk kam pas shansin për mu marrë me këtë punë. Mirë, profesor, kemi diskutuar edhe rubrikën e kaluar dhe në fakt është një temë që diskutohet shpesh pak në këtë sezon, që a është ky kampionati më i bukur i pas viteve 90. Tani duam një mendim profesional edhe prej jush. Si e gjykoni? Planin e rivalitetit me gjithmonë ka qenë i bukur. Në planin e pjesëmarrjes spektatorëve ka qenë përsëri hera herës i bukur. Në planin e veprimeve në lojë nuk ka ndryshime të mëdha. Do të ka ndryshime shumë të vogla, ndryshime të papërfillshme. Do të thënë, po këtë gjendje ne e shohim në planin e lëvizshmërisë në lojë, po njësoj në këto 4 vjet të fundit. Me një ndryshim që
ndeshjet midis derbit janë më shumë me rivalitet. Edhe më shumë me veprime, sidomos Tirana me Partizanin. Tirana nuk ka gjendje të mirë fizike. Do shta është nga ekipet më dobta sot, fizikisht. Por në rivalitet ato shprehin gjithçka. Japin gjithçka dhe vetëm ato 15-20 minutët e fundit Tirana me zizë varritet. Do thënë, ka disa lojtarë të cilët unë mendoj që nuk stërvit. Sepse nuk ka se si të shprehin kaq. Edhe janë lojtarë shumë të mirë me topin, janë të mrekullueshëm në marrëdhënie me topin. Muçi e ke mendjen? Po. Edhe këto gjëra, tash Tirana duhet kthehet në stërvitje. Këtë unë prandaj e ritheksoj. Duhet kohë t'i japësh trajnerit të plazmojë një filozofi. Do kohë trajneri që të ta dinë futbollistët që ky është zot. Ky është personi që të fut ose jo në formacion. Që të ndihmon ose jo në problemet pas traume ose pas kalimit të një momenti jo të mirë të ekuilibrit. Pra them që në disa aspekte futbolli ka rritje, sidomos në rivalitet, se nuk kemi më vetëm një ekip, Korça, po tashti Korça rivalizon me 5 ekipe. Kjo gjë ndodh në pak shtete perëndimore. Shikon komshit tonë, vetëm një Juventus. Shikon në Gjermani, vetëm një Bayern. Edhe në Spanjë do të kishte më shumë rivalitet. Po 5 janë ekipe që janë, të tjerat kanë shkputura. Tek ne, kjo 4, por unë them edhe 5, janë ekipe që rivalizojnë me njëra tjetër. Në qoftë se ne do ndërtojmë një strategji, do fillojë dhe seleksionimi në bazën e rivalitetit. Që një klub do bëhet siç duhet. Muça ka qenë trener në atë kohë, kur kishte 4 moskotierët që e financonin, dhe unë jam ullë me të gjithë këta, nuk e di pse u prish strategjia atyre. Sepse mas 5-6 vjetësh, ato do ishin goxha superior. Edhe do ishin sot me financa të mrekullueshme. Pra, kjo strategji bëhet për të ardhur një ditë, jo vetëm për të dhënë lek. Jep harxho. Duhet të ketë një strategji aq sa japin. Nuk japin ai gjë të madhe, por në letër japin shumë. Në fakt nuk japin aq shumë. Mirë, Gëzaj, ta shohim pak edhe në një aspekt tjetër në prodhimin e lojtarëve. Vitin e kaluar u shitën lojtarë si Cikaleshi dhe Bici, për shembull. Kurse këtë radhë mund të quajmë vetëm Rahmanin prodhim të kampionatit tonë? Që se Bakaj ishte rikthim më shumë. Shiko, sigurisht që ne nuk do të shpresojmë sepse është një Itali që nuk shet asnjë. Edhe mos të duket habi që ne të shesim kur nuk shet Italia. Sigurisht që unë kam përshtypjen që skuadrat e vendet mirë, ne këtu në rajon po i shesim, vendet e varfra kam përshtypjen që i kanë më shumë talente tashmë, ose edhe brenda vendeve zhvilluara, njerëzit, pjesa e emigrimit janë ata që po bëjnë, sepse kanë vetëm një shans në jetën e tyre. Të luajnë futboll ose të bëjnë muzikë, po muzika do dhe talent, edhe futbolli do talent, ata e kanë. Pra edhe në qoftë se shihni në Francë, nuk janë francezët që po luajnë më të, që po luajnë më shumë njerëzit me ngjyra, në Anglia, këtu kudo. Edhe unë them që po të shikoni talentet e Shqipërisë bashkë me Kosovën, me këto, kjo varfëria jonë këtu na bën që ne kudo që jemi shkojmë dhe të luajmë futboll, sepse vetëm aty mund të çajmë, se si avokat, si gjyqtar, si biznesmen të mëdhej, është shumë e vështirë. Kështu që mënyra për të dalë, për të qenë atje kompetitiv, është kjo, që e kemi jetën ke dy komët tona dhe me vazhdu. Kurse këtu, unë them që duke pas, ne kemi talente, por unë nuk them që ne jemi Shqipëri, ne duhet të dim mirë, që mund të dali 1, 2 apo 3, sepse ne kemi gjithsej 50 skuadra, apo 60 skuadra gjithë kampionati. E që do me bëti me 60 skuadra, do me qiti nga 10 lojtarë në vit që të shkojnë luajnë jashtë shtetit? Jo, ata është me moment. Ka 2, 3, 4, 5, nga një vit s'ka parë. Kështu që mund të them, ne pasaj është rritë cilësia lekut këtu, edhe dunë me netë edhe këtu. Cikaleshi ikum një ekip më dobët se 4 ekipe që lymë ne.
Ekipi që ka shku Cikalesh, Pra në është më i Splitit. dobut. Ta se Korça, ta Aty se ku po Tirana, shkon ta se Rahmani. Partizani. Shifi, hajtë si dhe këtu atë ekip, luj. Ai po del në vend 7-8 ka dalë në Kroaci. Po është një Nuk trampolin është- shumë e mirë nuk për mund ta qush është kampionatin Shqipëri. italian, ama. Shiko, nuk Po, dhe ajo është aty problem, mund të- shiko, kroatët bëjnë menaxhim më të mirë klubeve. Kanë traditë, mirë ditë e menaxhojnë Dhe klubin, kanë ditë janë menaxher ngrenë më të lojtarët, nuk është puna se ai ka shku në kampionat më të fortë. Po. Ndoshta kampionati më i fortë. Jo, më i fortë se Joni është shumë më i Është fortë. sigurisht. Jo, ma se se Është shumë më i fortë. Se Kampionati një kroat. ekip i tyre del në Malizi, nuk është vazhdimisht kampionat- dali në përgrupe. Kroacia. Nga Kroacia. Dinamo, shiko, ka dy skuadra. Janë shumë serios, në fakt, janë serios. Janë serios. Profesor- Kampionatin e kanë pa tifoza fare, shpeshif s'kas një në Profesor, kanë Janë serios. vetëm 2-3 ekipe. Janë serios. Ato Tjerat futboll se u Jam hap me një serios. temë shumë interesante. Duhet të Ecim dim, çik më shumë se duhet ne. dim 3-4 gjëra. Nuk mund të shitet një futbollist i Joni përderisa riciklon vetveten. Në qoftë se marrim një 17 vjeçar, absolutisht nuk ka asnjë ndryshim fizik me një 25. Sepse ne riciklojmë vetveten. Kthehemi prap po ke ai aftësi fizike. Ne qoftë se do të shitshim në një futbollist, ta shitshim 15 vjeç. Se më pas asgjë nuk bëhet. Nuk ka drejt shitjes më profesor 15 vjeç. Një edhe e dyta. Ka forma, ka më të ndryshme se merren ashtu. Çështja është se këtu në Po jam një lojtar, një djalë ekzaminimet e Dinamo Zagrebit, çuni ri ke Dinamo Zagrebit zot. Po, një nga problemet më të mëdha tek ne është problemi se ne në ekzaminimet tona ka talente. Talente edhe të klasit të dytë, që klasi parë, pastaj janë tjetër gjë. Ka talente, por nuk kemi stërvitje përveç futbollistike. Po jo, më falë, Do më thënë, ne kemi nuk shit në Itali sepse lu mirë me RNK Split, sepse lu mirë me Kombëtarin, për shitin në Itali. Ata kanë marrë sepse ai po ishte me Kuksin ose me Laki, Ka tjetër koeficient kampionati kroat. Po lutem me Kombëtarin mirë, shitet. Kroacia mirë, Kroacia është një Edhe menaxher më mirë pedan, është një pedan. është shumë lart Kroacia me ne. Jo, nuk të lëshojnë kollaj ata, nuk të lëshojnë kollaj. Unë kam qenë ja 3 vjet edhe bardhi e di se kemi udhëtu dhe e di shumë mirë këto, se i kam bërë në ca vite përpara. Dhe lojtarët shqiptar në po them vitet 93, 92, 93, edhe lojtarët të nivelit 2 të Shqipëri ne i kemi shit në Kroaci. Ashtu dhe kanë luajtur futboll. Nivelit 2, ose lojtarë që ishin në fund karrierës. Edhe më ne janë bërë kontares. Si, ashtu, kurse, unë them këtë, që Kroacia ka një efekt është se ish Jugoslavia ka atë që ka më të mirë në Europë, që janë njerëzit që blenë dhe shesin, din të blenë dhe din shesin. Sepse ka qenë një prodhim, ish Jugoslavia ka pas prodhim dhe qoheshin kudo. Kështu që ata din të bëjnë lojtarin për gati për të kalu atje, jo për të bënë kampionatin e tyre. S'majnë lojtarin kampionatin e vetë ata. Të mirët i qojnë adin. Normale më mondi që më se mbaj, se ka rivalitet, se a i s'mund të maj Modricin kampionatin e vetë. Pa tjetër, sepse këto futbolistë... Të luaj se po flasim për Kroacin, tani nuk flasim për Shqipërinë. Të shi, çështja është vetëm për një gjë, që s'duhet të shikojmë pjesën jo shumë progresive. Mondi thot italianët nuk shesin, ku ti shesin? Italianët janë elitë e futbollit, kampionati tyre. Është një nga 5 kampionatet më elitë. Ta shti, që ta shesësh një ke Anglia, duhet dalësh një superstar, po ke Anglia shkojnë nga gjithë bota. Do të kemi mundësi të flasim përsëri për talentet, do të jemi tek rubrika sportive, por Sajmir, mund ta quajmë për ta mbyllur këtë, mund ta quajmë finalen më të bukur të pas viteve 90 këtë? Finale kupës? Po. Ja, nuk besoj, me bugra mas viteve. Unë dhe kjo koncepti kampionati me i buj mas viteve 90 duhet si egzagjurë. Që është diskutuar gjatë. është shumë fjale madhe, me i bugri mas viteve 90. Ka lujt futboliste një plejat, futboliste të shkëllqyë e fare, edhe në atë kodë, nuk u shpik futbolli sot. Ne kemi tani qef se dolit si shprejë. Pas viteve 90 po flasim për më përpara. Pse pas viteve 90 nuk ka pas futboliste? Sot 2015 vjetësh përsëri mund thuhet plejat futbollistësh, se edhe tani ka futbollistë shumë. Po ne themi tani që ky viti këtu filloi tani dhe ky është kampionat më i bukur absolut. Mund të thosh për shkakun që është kampionat interesant, ne jam atë që tha profesori,
që ka pas neshet mija, i ka pas rivalitet Dërmët mirë. mirët. Ma konkurrus, me ma cilësor janë dy gjanat kundërta. Dërmët mirët mund të Thush tani më i mirë duhet shumë egzageruar si shprehje. Kur ke konkurim, ke edhe cilësi, sepse konkurenca e bën cilësi. Po gjithë skuadrave tjera ku janë? Si? Gjysma tjera. Po mirë, unë shiko. 10 skuadra kishte 5 ishin 6 ishin. 6 çfarë? 6 ekipe. 5 me kujtë? Si më 6 më keq. Se po Vlora. Mbyllim këtë diskutim. Çfarë Vlora la kampionati sa filloi? Ka dy faza që s'lu. Jera ka ardhur ekskluzivisht tek ne për të na treguar detaje nga kongresi i FIFA-s. Ne na futen emocione të tjera këtu, na harruan kongresin. E harrun kongresi, po do ndjekim një kronik përgatitur nga kolegu ynë Dëfrim Metasani, pikërisht për atë që ka ndodhur në FIFA për rizgjedhjen dhe për edhe pjesëmarrjen e delegacionit shqiptar në këtë kongres, dhe kthehemi përsëri në studio. Kongresi 65 i futbollit i mbajtur në zyrë të Zvicrës ka treguar me gisht. Josef Blatter sërish rifiton duke qenë në krye të FIFA-s. Këtë herë jo lehtësisht si në zgjedhjet e tjera, por në raund të dytë. Princi i Jordanis, Ali bin Hussein, mori vetëm 73 vota në votimin e parë, përpos 133 votave të zviceranis me mjaft përvojë Blatter. Votimi i dytë garantoi fitoren e tij, pasi Jordanesi tërhiqet dhe eksisoi 7 vota që i duheshin Blatterit, bën atë që kundërshtari të mos e vazhdonte më tej betejën. 79 vjeçari që ka 17 vjet në krye të institucionit numër 1 në botë të futbollit, ruan me fanatizëm postin, edhe pse triumfi këtë herë erdhi përmes një lufte të ftohtë, veçmas me drejtuesin më të lartë të UEFA-s, Michel Platini, por dhe me mjaft të tjerë. Të arrestuarit për korrupsion që kapën shifrën 7 për zyrtarët e FIFA-s, nuk e tronditën as pak në themel presidentin, që gjeti sërish rrugën e duhur dhe besimin për të qenë 21 vite në diktatin e futbollit, sportit më popullor në botë, tashmë në mandatin e 5 të tij. Post zgjedhjes së tij si president i FIFA-s, ai ka treguar se do të qëndron në besnik projekteve të tij, lidhur këto edhe me eventet europiane dhe botërore të futbollit. Mes 209 delegatëve të ardhur nga gjithë bota në kongresin e 65 të FIFA-s, ishte edhe pjesëmarrja e 2 protagonistëve nga Shqipëria, presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit Armando Duka dhe antarit të komitetit ekzekutiv, ish futbollistit të minjohur Fatbar Vjera. Jera, fillimisht na shpjego pak situatën në hotelit ku qëndruat përgjatë punimeve të kongresit, sepse pati një alarm për bombë. Po, jo, ne që ishim aty e morën vesh të fillu me mbanë humor, si që thatë edhe ju se në shkodroni jemi, po ne ishim, për mu ishte një kënaqësi, sepse isha pjesë e delegacionit të Federatës Futbollit Shqiptar, me presidentin Armando Duka dhe Bardhyl Mingjozi, antar komitetit, si që jam edhe unë. Atje ishte një atmosferë, për sa i përket atmosferës, ishte jashtëzakonisht interesante për ne, sepse unë pata rastin për me u taku me lojtarët që unë jam përballë dikur, domethënë, me lojtarët mëdhenj si Bonjek i Polonisë, i cili e më e rëndësishme ishte sepse ato marrin mend detajet. Ai ka luajtur si me luajtë së sonde në finalen e Champions League, nesmen erdhi me avion dhe na shënoi edhe gol, na mundën 1-0. Kënaqësi tjetër ishte se takova prap Savicevicin që kam luajtur në Shkodër me te, edhe detaje shumë interesante sepse ai kujtonte kohën kur kemi luajtur. Ishte një terren jashtëzakonshëm, thot shumë ftoft, por më ka bërë shumë përshtypje, stadiumi ishte plot. Edhe imagjinote, edhe kujtohet se kjo ngjarje ka ndodhur para 28 vjetëve, 30 vjetëve, kështu që për mua ishte diçka shumë e bukur sepse isha në familjen e madhe botërore të futbollit. Kjo personalisht. Ndërsa për sa i përket pastaj, shiko, ne bëjmë pjesë në Europë dhe normalisht mbështesim UEFA-n sepse bëjmë pjesë në UEFA. Unë jam, domethënë, person i lirë, po vota nuk tregohet. Vota është në grup. Gjithmonë ishte ideja të mbështesim UEFA-n për vetë faktin, sepse edhe polemikat, pavarësisht se nuk janë të mira, por edhe polemikat janë shumë të ashpra për momentin me Michel Platinin, me Blatterin. E takuat Platinin që të vim këtu ke kjo që na intereson ne më shumë? Platinia... I volët në informacion në një gjë?
Faktikisht ne ngacmoj Minxhozi, ngacmoj si është problemi puna atyne për momentin që erdhi për me na kontaktui dhe i tha si është problemi atyne 3 pikëve, se na jep një ato 3 pikë. Da shohim, tha, dhe morri me sportivitet sigurisht edhe ai. Por për sa i përket 3 pikëve, pastaj është problem tjetër se na e kanë shtyr me datën 12 qershor, kështu që ne prapë kemi një shans me tepër. Ta kishte dorë Blatër rrezik në një jetë se i ças botë. Po. Ju dha në një direktiv direkte. Jo, pa ju dhe ças boi, ishte si Mirë, Mako. mos futemi në atë diskutim se do të rrim shumë gjatë. Megjithatë, ju dha në një direktiv direkt ose indirekt nga Platinia, duke qenë se ai u shpreh që do t'i kërkonte federatave europiane të futbollit për të Unë mendoj se për të mos votuar. Për diskutimi, thash edhe politika është si thush për gjithmonë për me mbështet atë që të mbështet dhe ku bën pjesë. Por kam përshtypjen se edhe Europian kishte sa dush që ishin mendoj në krahun e Blaterit. Megjithatë, mu më interesoi normalisht edhe organizimi që ishte diçka perfekte, por kur mendon se kushtonte 15 milion euro, 15 milion dollar ky kongres i 65 i FIFA-s. FIFA nuk është keq nga parat, që nuk besoj se ishte çdo gjë, jo se ju më pyetet si funksionoi, domethënë. Megjithatë, UEFA nuk u tregua edhe kaq sportive si Platinia me batutën e Minxhozit kur vuri gjobën 50.000 dollar për thirrjet raciste. Elbasan Arena, euro, 50.000 euro, se ka diferencë madhe. Ne folëm faktikisht fjalë të mira për Laçin edhe në përgjithësi, domethënë për ambientet që ka fillu me kriju dhe ndrrimi i mënyrës të sjellurit në stadiume, sepse këto janë ato që neve edhe kur përballemi me ekipet kombëtare, këto tifoza janë dhe këto na mbështesin, por këto gjeste nuk shërbejnë kërkujt dhe I dëgjuan në Elbasan Arena, po në 50.000 euro. Në stadiumin e Partizanit nuk u dëgjuan këto thirrjet raciste, edhe pse ishin në korë, 26.000 veta në Serbi. Do me thënë, kjo është dy standardet. Do me thënë, diku dëgjojnë, edhe këta të UEFA-s pas kanë ditë Shqip, që kanë qenë këtu. Që kanë marrë vesh se që kanë paru. Ideja është që nuk duhet kemi këshu, sepse nuk kemi arsye, sepse futbolli është gjithmonë për t'i bashkuar njerëzit, nuk është për t'i ndarë, por duke ju referu, dhe me thënë, edhe mbarvajtjes të kampionatit shqiptar, kena pas incidente dhe rastet të cilat kanë qenë pakëndshme, incidenti i të tifozërisë shkodrane me ato të Tiranes, apo edhe në Korçë disa përplasje. Kështu që futbolli është për të kënaqur, nuk është për të dëfru, është arenë, bota e qunë teatr, kështu që normalisht duhet sensibilizohen se edhe 50.000 euro, me 50.000 euro neve me ekonominë që kemi, sepse futbolli bëhet diçka për futbollin. Kështu që ti shërbejmë. Shtrohet i fush në barë. Muxha, edhe pse Platinia ka treguar hapur kundërshtin e tij, përsëri UEFA duket shumë e vogël për t'i bërë dëm FIFA-s. Por është një federat. Janë shumë federata. Jo, në fund ka kërkuar që mund të kërkojmë të ikim dhe nga FIFA, të dalim vete. Nëse pra atë skandal që u bë, normalisht i pari atë institucioni me moral do t'japi dorëheqjen. Por kishte drejt për mu UEFA, por ishte koha shumë e shkurtër. Ideja është se UEFA ka 54 vota, ndërsa në total janë 209 vota. Kështu që nuk ka të pamundur edhe me vota. Sajmir, ta mbyllim me ty. Një shkrim të një nga këto Daily Mail, ishte një nga këto gazetë, që kishte bë fotografinë e Blaterit dhe titulli ishte Dead Man Walking. Edhe se më bëri përshtypje shprehja që do të thotë përdoret për këta që kanë marrë dënim me vdekje që presin ekzekutimin. Po, është një vdekur që ecën, do të thotë që... Tani mbas është ajo që tha Mondi përpara që nga mosha, po s'besoj ta ketë thënë nga mosha, do të pritet fortunë tjetër. Parimi bazë i këtij sistemi, ky sistem që jemi ne quhet laissez-faire. Ne kemi marrë doktrinën nga ky sistem të fair play. Pra, ky sistem në bazën e tij kryesore, që nga Adam Smith i thotë kështu, qarkullimi i elitave është domosdoshmëri.
Ishte Figo, hoqën Jo, Figo. më kisha... Asa mirë, nuk sa shprekut mirë ta dëgjoni këtë. Do Po t'ishte jo, vërtet shumë mirë, sidomos për vendin ata e tonë. din shumë mirë, po kjo është diktat. Pastaj individi dikton mbi sistemin. Edhe çdo gjë që diktohet mbi sistemin, sjell vetëm regres. Okej. Mirë, mbyllim këtu rubrikën sportive edhe për këtë mbrëmje të sotme. Unë dëshiroj të falenderoj profesorin në radhë të parë që ishte mik i studios son. Urim edhe një herë Cungësh dhe shpresojmë të shohim përsëri sezonin e ardhshëm. Mund që falemderit dhe njerë urime për stolin e Tiranës dhe do të shihemi përsëri sezonin e ardhshëm në rënën e trajnerit. Falemderit Jera për prezencën, Sajmir Demi si gjithmonë dhe Mond Gëzdari. Falemderit dhe njerë. Edhe qimi do jetë karika tjetër, s'do jetë Po. Edhe javën e ardhshme aty do jetë. Pastaj do s'postohet një karike. Ja lypa veç Mirë, qimit. mos harroni të dashur miq, Departamenti i Sportit dhe Radio Televizionit Shqiptar sjellin çdo ditë një nga turnet më të rëndësishëm të tenisit, Roland Garros, nesër në orën 13. Mos harroni të marrë në orën 23 do të keni një përmbledhje me 7 personazhe të tjera në emisionin Përtej Futbollit, ndërkohë që ne do të shihemi përsëri javën e ardhshme. Deri atëherë kalofshi sa më bukur.